Ditëve të fundit, disa pika të grumbullimit të mbeturinave në qytetin e Kërçovës kanë mbetur të papastruara, duke shkaktuar grumbullim të madh të mbeturinave përreth kontenjerëve dhe shqetësim tek qytetarët. Pas reagimeve, këto pika janë pastruar vetëm gjatë ditës së sotme. Lidhur me këtë situatë, televizioni Uskana ju drejtua drejtorit të ndërmarrjes publike komunale Bojan Stojkovski. Në përgjigjen e tij me shkrim për televizionin Uskana, Stojkovski thekson se ndodhet relativisht pak kohë në këtë funksion, rreth 20 ditë, dhe se gjatë kësaj periudhe fokusi i tij kryesor ka qenë njohja me gjendjen reale në teren dhe brenda vetë ndërmarrjes. Sipas tij, ndërmarrja publike komunale përballlet me probleme serioze, si mekanizëm i vjetruar, automjete të dëmtuara, mungesë e madhe e personelit të përshtatshëm për menaxhimin dhe transportin e mbeturinave, si dhe rritje të vazhdueshme të sasisë së mbeturinave. Drejtori Stojkovski shton se me rritjen e kapaciteteve dhe në bashkëpunim me komunën e Kërçovës dhe ministritë kompetente, prioritet kryesor mbetet zhvendosja dhe zgjidhja e problemit më të madh të deponisë që ndodhet në qendër të qytetit, e cila sipas tij përbën sfidën kryesore për ndërmarrjen, por pa mos dhënë më shumë detaje se si do të bëhet zgjidhja e problemit të deponisë dhe se ku do të dislokohet ajo.